Ishte një moment që do të shkruhet në librat e historisë dhe do të mbohet mend për brezat që do të vinë. Misioni Artemis II i NASA-s përfundoi fluturimin e tij të shumëpritur hënor të martën, duke ju afruar hënës brenda një distance prej 6545 kilometrash. Ndërsa fluturonte me anien kozmike Orion përtej anës së largët të hënës, ekuipazhi arriti gjithashtu një distancë të vlerësuar prej 407.000 kilometrash nga toka, duke thyer rekordin e Apollo 13 për udhëtimin më të largët hapësinor të drejtuar nga njerëz. Fluturimi zgjati 7 orë, gjatë të cilave astronautët patën mundësi të shijonin pamje të sipërfaqes së hënës që më parë nuk ishin të dukshme për sytë e njerëzit, me rreth 21% të anës së saj misterioze të ndriçuar nga dielli. Misioni Artemis II ishte misioni më i pritur, duke shënuar kthimin e njerëzve në afërsi të hënës. Me suksesin e Artemis II, është shtruar rruga që njerëzit të shkelin përsëri në tokën hënore, në polin jugor të hënës në të ardhmen.